Punësimi personave me aftësi të kufizuar në Republikën e Kosovës është e drejtë e garantuar. Mirë po, realizimi i kësaj të drejte ende vazhdon të mbetet mjaft sfidues. Me qëllim të përmirësimit të situatës, sa i përket punësimit, jo vetëm për personat me sindromën Down, por në përgjithësi për personat me aftësi të kufizuar në Kosovë, shoqata Down Syndrome Kosova që nga viti 2017 ka ndërmarrë iniciativa në kuadër të projekteve të mbështetura nga organizata GES në emër të qeverisë gjermane. Në kuadër të projektit, promovimi i aftësive për punësimin e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, mbështetur nga organizata GES dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në 4 qendra të aftësimit profesional, Pej, Ferizaj, Gjakov, Gjilan, janë ofruar trajnime për aftësim profesional për personat me aftësi të kufizuar në profile të ndryshme, profile të cilat janë përgjithur nga vetë personat me aftësi të kufizuar. Përveç trajnimeve që është ofruar persona me aftësi të kufizuar brenda qendrave të aftësimit profesional, në kuadër të projektit kemi arritur të trajnojmë edhe trajnerët e 7 qendrave të aftësimit profesional, kështu duke kontribuar në ngritjen e kapaciteteve të stafit të qendrave të aftësimit profesional. Dhe njëherët është hartuar edhe manuali, produkt i cili do të garanton cilësi sa i përket shërbimeve që do të ofrohen për personat me aftësi të kufizuar brenda qendrave të aftësimit profesional. Mbështet punësimin e personave me aftësi të kufizuar. Kemi fillu domethënë nga muaji shtator, ky kurs ka qenë shumë i mësuar për mua. Ka qenë domethënë një projekt nga Syndrome Down bashkëpunim me KIS-in. Jam përfshirë si person i shurë, domethënë këtu. Ka përfunduar kursin e elektricistit, domethënë pas përfundimit të kursit të elektricistit mendova që të kaloj edhe këtë kursin e vetë punësimit, me shpresën tani ndoshta mund ta hapim ndonjë biznes timi. Gjatë këtij trajnimi kemi pa një sukses të këta kandidatë të cilët kanë marrë një uri shkatësi dhe kompetencë dhe janë të gatshëm që të dalin në tregun e punës. Unë kam emrin Besnik, Aliti, e përshëndes Gizën Gjerman. Jam kënaq për trajnimin që kam bërë. Jam Erodita Tatligji, jam trajnere kuzhinës në qendra aftësime profesionale në Pej. Angazhimi im direkt si trajnere kuzhinës dhe normalisht me këta kandidat ka qenë një sfidë e re e cila duke ju falenderuar sesioneve informuese, trajnimeve paraprake, duke ju falenderuar shumë organizatës së GIS-it dhe Down Syndrome Kosovës, më ka ndihmuar shumë që të kem një qasje sa më të lehtë dhe të mirë ndaj këtyre personave me aftësi të kufizuar. Suksesi këtyre kandidatëve përçon mesazh që asgjë nuk është e pamundur. Përshëndetje, unë jam Alti Hoca, jam prej Çakovës, unë erdha Prishtinë, ja fillova me të vetor në trafik urban. Këtë trafik urban hapja listën e vet, listën antarëve e mysafirëve. Djalja e Yrie. Unë jam paj trajnimin KIS Gjerman 8 të shk.